Mos u prishni shpejt. Këshillat kryesore për meshkujt pas 50 vjeç. Ardhja në moshën 50 vjeç nuk është fundi i rrugës, përkundrazi, është një pikë kthese ku meshkujt mund të rrisin cilësinë e jetës së tyre, të ruajnë shëndetin dhe të përmirësojnë energjinë e përditshme. Në këtë fazë, trupi fillon të pësojë ndryshime natyrale. Por me kujdes të duhur, këto sfida mund të menaxhohen dhe shumë prej tyre të parandalohen. Ky artikull përqendrohet në strategjitë më të rëndësishme që meshkujt pas 50 vjeç duhet të marrin parasysh për të jetuar më gjatë, më shëndetshëm dhe më aktiv. 1. Kujdesi për zemrën. Mos e nënvlerësoni tensionin dhe kolesterolin. Pas 50 vjetësh, rreziku për sëmundjet kardiovaskulare rritet ndjeshëm. Tensioni i lartë i gjakut, kolesteroli i tepërt dhe diabeti i tipit 2 janë faktorë të zakonshëm që ndikojnë në shëndetin e zemrës. Është thelbësore të bëhen kontrolle të rregullta tek mjeku, të monitorohet tensioni dhe të bëhen analiza të kolesterolit. Një dietë e pasur me fibra, fruta, perime, drithëra të plota dhe yndyra të shëndetshme, si ato të peshkut dhe arrave, ndihmon në parandalimin e problemeve kardiake. Një këshill tjetër është aktiviteti fizik i rregullt. Shëtitjet e shpejta, ciklizmi, noti dhe ushtrimet me pesha të lehta ndihmojnë në forcimin e zemrës dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Aktiviteti fizik jo vetëm ndihmon trupin, por përmirëson edhe humorin dhe energjinë. 2. Ushqyerja e zgjuar. Çfarë të hani dhe çfarë të shmangni? Metabolizmi i meshkujve pas 50 vjeç zvogëlohet, duke bërë që të njëjtat sasive ushqimore të shkaktojnë shtim në peshë. Për këtë arsye, është e rëndësishme të fokusoheni në cilësinë e ushqimit dhe jo vetëm në sasinë. Tërhiqni sheqernat e rafinuara. Pije me sheqer, ëmbëlsira dhe produkte të përpunuara. Rrisni proteinat e shëndetshme. Peshk, vezë, mish i bardh, bishtajore dhe produkte qumshti me pak yndyrë. Perimet dhe frutat, të pasura me antioksidant që luftojnë inflamacionin dhe plagjen qelizore. Yndyrat e shëndetshme. Avokado, arror, vajulliri ekstra të virgjër. Një aspekt shpesh i neglizhuar është hidrimi. Shumë meshkuj nuk pinë mjaft ujë, dhe kjo ndikon në nivelin e energjisë, tretjen dhe shëndetin e lëkurës. 3. Aktiviteti fizik i kombinuar. Kardio forcë. Ushtrimet nuk duhet të jenë të njëanshme. Një kombinim i ushtrimeve kardio, për shembull, ecje, not, ciklizëm dhe ushtrimeve të forcës, peshat, rezistenca ndihmon në ruajtjen e masës muskulore, e cila zvogëlohet natyralisht pas 50 vjetësh. Forcimin e kockave duke parandaluar osteoporozën. Përmirësimin e metabolizmit dhe djegjen e yndyrës. Madje edhe 30 minuta aktivitet i moderuar në ditë sjell përfitime të mëdha për shëndetin afatgjat. 4. Kontrolli i stresit dhe mirëqenia mendore. Stresi kronik është një armik i padukshëm për meshkujt mbi 50 vjeç. Ai mund të shkaktojë tension të lartë, inflamacion dhe probleme me gjumin. Teknikat e menaxhimit të stresit janë kyçe. Meditim ose ushtrime frymëmarrjeje. Hobi të kënaqshëm si piktura, kopshtaria ose leximi. Marrëdhënie të forta sociale dhe kohë cilësore me familjen dhe miqt. Gjumi gjithashtu është kritike. Shumë meshkuj pas 50 vjeç vuajnë nga pagjumësia ose shqetësime të gjumit. Një rutinë e mirë gjumi, shmangia e ekraneve para gjumit dhe ambienti i qetë ndihmojnë trupin dhe mendjen të rigjenerohen. 5. Shëndeti seksual dhe hormonet. Meshkujt pas 50 vjetësh shpesh përballen me ulje të testosteronit, gjë që ndikon në energji, humori dhe libido. Konsultimi me mjekun për nivelet hormonale dhe zgjidhjet e mundshme, si trajtimet natyrale ose medikamentet, mund të përmirësojë shumë cilësinë e jetës. Gjithashtu, është e rëndësishme të flitet hapur për çështje të shëndetit seksual, sepse problemet e mëdha mund të jenë shenje kushteve serioze, si diabeti ose sëmundjet kardiovaskulare. 6. Kontrolli i peshës dhe mbajtja e trupit aktiv. Mbi pesha pas 50 vjetësh nuk është vetëm çështje estetike, por rrit rrezikun për sëmundje serioze si diabeti, hipertensioni dhe sëmundjet e zemrës. Një kombinim i ushqyerjes së shëndetshme dhe aktivitetit fizik të rregullt ndihmon në ruajtjen e një peshe ideale. Një këshill praktike: fokusohuni në ndryshime të vogla dhe të qëndrueshme. Për shembull, ulni pijen e gazuar, zëvendësoni ëmbëlsirat me fruta, ose shtoni shëtitje pas çdo vakti. Tani që kemi përfshirë bazat e shëndetit të zemrës, ushqyerjes, aktivitetit fizik dhe mirëqenies mendore, është koha të hyjmë në aspektet më të avancuara të shëndetit dhe jetës së meshkujve pas 50 vjeç. Në këtë fazë, përtej parandalimit të problemeve të zakonshme, duhet të mendojmë për optimizimin e shëndetit dhe ruajtjen e vitalitetit afatgjat.
1. Suplementet dhe vitaminat. Çfarë mund t'ju ndihmojë? Ndërsa metabolizmi ngadalësohet, trupi mund të ketë mungesa të caktuara ushqyese që ndikojnë në energjinë, shëndetin e kockave dhe funksionin imunitar. Disa nga suplementet që mund të konsiderohen janë: vitamina D, e rëndësishme për shëndetin e kockave, sistemin imunitar dhe për parandalimin e depresionit. Shumë meshkuj pas 50 vjeç vuajnë nga mungesa e saj, sidomos ata që nuk ekspozohen shpesh në diell. Magneziumi ndihmon në shëndetin e zemrës, relaksimin e muskujve dhe gjumin cilësor. Omega 3, peshk ose suplement, forcon zemrën, zvogëlon inflamacionin dhe përmirëson funksionin cerebral. Vitaminat B, sidomos B12, që ndihmon në energji, metabolizëm dhe shëndet neurologjik. Zinku dhe seleni mbështesin funksionin hormonal dhe shëndetin seksual. Është e rëndësishme që suplementet të merren vetëm pas konsultimit me mjekun, pasi kombinimi i tyre ose dozat e larta mund të kenë efekte anësore. 2. Shëndeti i prostatës dhe kontrolle periodike. Pas 50 vjetësh, prostata bëhet një nga shqetësimet kryesore të meshkujve. Për të parandaluar ose zbuluar herët probleme si hiperplazia benigne e prostatës ose kanceri i prostatës, bëni kontrolle vjetore tek mjeku me PCR, antigjen specifik i prostatës dhe ekzaminime fizike. Shmangni konsumimin e tepër të ushqimeve të përpunuara dhe yndyrnave të ngopura, të cilat mund të ndikojnë negativisht tek prostata. Ushqime të pasura me likopen, si domatet e pjekura, mund të ndihmojnë në mbrojtjen e prostatës. Parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm janë thelbësor për të shmangur komplikime serioze. 3. Funksioni kognitiv dhe shëndeti i trurit. Ndryshimet në memorie dhe funksionin kognitiv janë normale pas 50 vjeç, por mënyra e jetesës ka ndikim të madh në ngadalësimin e këtij procesi. Për të ruajtur trurin, leximi dhe sfidat mendore, sudoku, lojëra strategjike, apo mësimi i gjuhëve të reja stimulojnë neuronet. Aktivitet fizik, ushtrimet aerobe rrisin qarkullimin e gjakut në tru dhe përmirësojnë kujtesën. Ushqimi, antioksidantët, boronica, arrat, çaji i jeshil, yndyrat e shëndetshme, peshku, avokado dhe fibra ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit neurologjik. Gjumi cilësor. Gjumi i mirë ndihmon në konsolidimin e kujtesës dhe në largimin e toksinave që mund të dëmtojnë neuronet. Një praktikë e mirë është të krijoni rutinë të përditshme, duke përfshirë aktivitet fizik, ushqim të shëndetshëm dhe stimuj mendor. 4. Menaxhimi i peshës dhe metabolizmit. Për meshkujt pas 50 vjeç, ruajtja e një peshe ideale nuk është vetëm një çështje pamjeje, por edhe shëndeti afatgjat. Ndryshimet hormonale dhe ngadalësimi i metabolizmit e bëjnë më të lehtë rritjen e yndyrës së trupit, sidomos rreth barkut. Strategjitë kryesore për menaxhimin e peshës përfshin: ushtrime të kombinuara, kardio dhe forcë. Për shembull, ecje e shpejtë 30 minuta, 2 ditë ushtrime me pesha. Dietë me fokus tek proteina dhe fibra ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe kontrollin e oreksit. Kufizimi i ushqimeve të përpunuara dhe të sheqerosura. Këto janë burimi kryesor i yndyrës së tepërt abdominale. Monitorimi i rregullt i peshës dhe masës trupore. Përdorimi i matësit të trupit dhe pesha javore ndihmon në parandalimin e shtimit të shpejtë të peshës. 5. Shëndeti muskulor dhe fleksibiliteti. Pas 50 vjetësh, atrofi muskulore dhe ulja e fleksibilitetit mund të ndikojnë në lëvizshmërinë dhe pavarësinë. Për ta parandaluar këtë, ushtrimet me rezistencë janë të domosdoshme për të ruajtur masën muskulore. Stretchet dhe yoga e lehtë përmirësojnë fleksibilitetin dhe qëndrueshmërinë. Aktivitetet që përfshin balancën, si tai chi, ndihmojnë në parandalimin e rrëzimeve. Një trup i fortë dhe fleksibël është çelësi për pavarësi dhe cilësi jete pas moshës 50 vjeç. 6. Shëndeti i zemrës, zemërimi dhe stresi. Stresi kronik dhe tensioni emocional mund të dëmtojnë zemrën, sidomos pas 50 vjetësh. Strategjitë për menaxhimin e stresit përfshin: meditimi, frymëmarrja e thellë, ose aktivitete relaksuese si muzika dhe natyra. Marrëdhënie të forta dhe të shëndetshme me familjen dhe miqt. Shmangia e konsumit të tepërt të alkoolit dhe duhanit. Kontrolli i stresit është një nga hapat më të rëndësishëm për të parandaluar sëmundjet kardiovaskulare dhe për të ruajtur energjinë. 7. Kontrolli i sëmundjeve kronike. Meshkujt pas 50 vjeç duhet të jenë më të ndërgjegjshëm për sëmundjet kronike që shpesh janë të heshtura në fillim. Hipertensioni, matje periodike dhe marrja e medikamenteve sipas udhëzimeve të mjekut. Diabeti i tipit 2, kontrolli i sheqerit në gjak dhe dieta.
kolesteroli i lartë, dieta dhe në disa raste medikamente. Sëmundjet e veshkave. Monitorimi i funksionit të veshkave përmes analizave të rregullta. Parandalimi është gjithmonë më efektiv se trajtimi. Dhe kontrolli i rregullt i gjendjes shëndetësore është një nga sekretet kryesore të jetës së gjatë. Pas mbulimit të bazave, ushqimi, aktiviteti fizik, shëndeti kardiak dhe muskulor dhe strategjive të avancuara, suplementet, kontrolli i sëmundjeve, shëndeti i trurit. Pjesa e tretë fokusohet te aspektet psikologjike dhe sociale, të cilat shpesh ndikojnë më shumë në cilësinë e jetës se sa vetë fiziologjia. 1. Mirëqenia psikologjike dhe menaxhimi i emocioneve. Pas 50 vjetësh, meshkujt përballen me sfida të ndryshme emocionale. Fëmijët rriten dhe largohen nga shtëpia. Karriera mund të jetë në një pikë tjetër, dhe ndonjëherë shfaqet ndjenja e midlifecërisjes. Për të ruajtur balancën emocionale, praktikoni vetëdijen emocionale. Shënoni ndjenjat tuaja, reflektoni mbi arritjet dhe sfidat. Meditimi dhe frymëmarrja e thellë. Këto teknika reduktojnë stresin dhe përmirësojnë fokusin. Terapi ose konsulencë psikologjike. Nuk ka turp të kërkosh ndihmë profesionale për të përballuar pasojat e stresit kronik apo depresionit të lehtë. Përfitimi i mirëqenies mendore nuk është vetëm për ndjenjat, por ndikon direkt edhe në shëndetin fizik, duke ulur tensionin, inflamacionin dhe rrezikun për sëmundjet kronike. 2. Marrëdhëniet sociale dhe mbështetja familjare. Meshkujt që kanë marrëdhënie të forta sociale dhe familjare zakonisht jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për të ruajtur lidhjet sociale, investoni kohë cilësore me familjen. Bashkëshortja, fëmijët dhe nipërit mund të jenë një burim mbështetje i paçmuar. Mbani kontakte me miqt. Takimet e rregullta me shok, grupet komunitare ose aktivitete sociale rrisin mirëqenien dhe ndihmojnë në parandalimin e izolimit. Pjesëmarrja në aktivitete komunitare. Volontariati ose pjesëmarrja në klubet e interesit të përbashkët ndihmon në ndërtimin e një rrjeti mbështetës. Studimet tregojnë se izolimi social pas 50 vjetësh lidhet me rritjen e rrezikut për depresion, probleme kardiake dhe madje humbje të funksionit kognitiv. 3. Shëndeti seksual dhe funksioni hormonal. Shëndeti seksual mbetet një komponent kyç i cilësisë së jetës për meshkujt mbi 50 vjeç. Ndryshimet hormonale, sidomos ulja e testosteronit, mund të shkaktojnë ulje të libidos, lodhje dhe humbje të masës muskulore. Strategjit për ruajtjen e shëndetit seksual përfshin: kontrolli i nivelit të testosteronit, konsultimi me mjekun për testime dhe trajtime të mundshme, ushtrimet fizike dhe dieta. Aktiviteti i rregull dhe ushqimi i pasur me proteina dhe antioksidant përmirësojnë energjinë dhe performancën. Menaxhimi i stresit. Stresi dhe ankthi ndikojnë negativisht në funksionin seksual. Prandaj teknikat e relaksimit janë thelbësore. Marrëdhënie të hapura me partnerin. Komunikimi mbi pritshmëritë dhe shqetësimet ndihmon në ruajtjen e afeksionit dhe intimitetit. Shëndeti seksual nuk është luks, por një tregues i përgjithshëm i shëndetit dhe vitalitetit. 4. Planifikimi financiar dhe i jetës pas 50 vjeç. Pas moshës 50 vjeç, është koha për të reflektuar mbi planin afatgjat financiar dhe jetën pas karrierës aktive. Kjo jo vetëm zvogëlon stresin, por gjithashtu lejon që meshkujt të fokusohen te shëndeti dhe interesat personale. Siguroni një plan pensioni. Rishikoni kursimet dhe investimet për të garantuar stabilitet financiar. Krijoni rezervë për emergjenca shëndetësore. Shëndeti mund të sjellë shpenzime të papritura, prandaj është mirë të keni një fond të veçantë. Angazhohuni në projekte personale. Pas 50 vjetësh, koha mund të kthehet në mundësi për të ndjekur pasione që nuk keni pasur më parë kohë. Planifikimi i jetës dhe financave ndihmon në uljen e stresit dhe krijimin e një rutine të qetë dhe të qëndrueshme. 5. Aktivitetet stimuluese dhe pasionet personale. Ruajtja e energjisë dhe motivimit pas 50 vjeç kërkon angazhim në aktivitete që nxjerrin më të mirën nga vetja. Hobi krijues. Muzika, piktura, shkrimi ose ndonjë aktivitet artistik stimulojnë trurin dhe bëjnë jetën më të kënaqshme. Udhëtime dhe natyra. Eksplorimi i vendeve të reja ose kohëzgjatje në natyrë përmirëson humorin dhe shëndetin fizik. Sportet sociale. Tenisi, golfi ose grupet e ciklizmit ndihmojnë në aktivitet fizik dhe ndërveprim social. Këto aktivitete përmirësojnë cilësinë e jetës dhe ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit mendor dhe fizik. 6. Strategjit për përballimin e sfidave të moshës. Në këtë fazë, sfidat janë të ndryshme. Humbja e energjisë, dhimbjet e vogla, shqetësimet shëndetësore dhe ndryshimet hormonale. Strategjit kryesore për përballimin e tyre përfshin:
Rutinë qëndrueshme ditore, gjumi, ushqimi dhe aktiviteti fizik i planifikuar. Monitorimi i shëndetit. Kontrolli periodik i tensionit, kolesterolit, sheqerit dhe funksionit të organeve të ndryshme. Adoptimi i mentalitetit të përparimit. Fokusohuni tek ajo që mund të kontrolloni dhe përmirësoni çdo ditë. Mentaliteti pozitiv dhe adaptimi ndaj ndryshimeve fizike dhe emocionale është çelësi për një jetë të gjatë dhe aktive. 7. Përfundimi pjesës 3. Jetesa e plot pas 50 vjeç. Mosha 50 vjeç nuk është fundi i aventurës, por një fillim i ri. Meshkujt që investojnë në shëndetin fizik, emocional dhe social, që planifikojnë jetën dhe qëndrojnë aktiv, mund të jetojnë më gjatë, më të lumtur dhe më të shëndetshëm. Përmes një kombinimi të ushqimit të shëndetshëm, aktivitetit të rregullt, menaxhimit të stresit, marrëdhënieve të forta dhe planifikimit të jetës, çdo ditë pas 50 vjeç mund të kthehet në një mundësi për vitalitet dhe kënaqësi të përditshme. Ku kemi mbuluar shëndetin fizik, mental, social dhe strategjik për përballimin e ndryshimeve hormonale dhe sfidave të moshës, tani është koha të përqendrohemi te rutina e përditshme dhe udhëzuesi praktik 30 ditor. Ky plan është projektuar për të sjellë rezultate konkrete në energji, shëndet, vitalitet dhe mirëqenie. Një rutina e përditshme ideale. Një rutinë e qëndrueshme dhe e mirë strukturuar është çelësi për ruajtjen e shëndetit pas 50 vjeç. Rekomandohet një strukturë e përditshme që përfshin: mëngjesi 07, 0008, 00, një vakt i pasur me proteina dhe fibra, vezë të ziera, drithëra të plota, fruta të freskëta dhe një gotë ujë. Disa minuta të frymëmarrjes së thellë ose meditimit për të filluar ditën me fokus dhe energji. Ushtrimi fizik i mëngjesit 08, 30 09, 30, 20 30 minuta ecje e shpejtë ose ciklizëm. Ushtrime të lehta të forcës. Peshat e lehta, stërvitje me rezistencë, skuqje të shpejta. 5-10 minuta stretch ose yoga për fleksibilitet dhe qetësi muskulore. Mesdita 12, 0013, 00, vakti lehtë. Sallat me proteina të shëndetshme, peshk, pul, bishtajore dhe yndyrna të shëndetshme si avokado ose ara. Shëtitje e shkurtër pas vakti për të ndihmuar tretjen dhe për të rritur qarkullimin e gjakut. Pas dite 15, 0017, 00, kohë për punë kreative ose hobi. Shkrim, lexim, muzikë ose aktivitete të tjera që stimulojnë trurin. Çasti social. Telefonat ose takim me miq për të mbajtur marrëdhënie të forta. Pas dite e vombë darka 18, 30-20, 00. Ushqim i lehtë dhe i shëndetshëm i pasur me perime dhe proteina. Kufizoni karbohidratet e rafinuara dhe sheqernat para gjumit. Mbrëmja 20, 30-22, 30. Kohë relaksimi, lexim, meditim, muzikë e qetë. Aktivitet fizik i lehtë, si ecje 15 minutëshe për të përmirësuar gjumin. Preparimi për gjumë. Shmangia e ekraneve dhe krijimi i ambientit të qetë në dhomë. 2 udhëzuesi praktik 30 ditor. Ky udhëzues është projektuar për të integruar gradualisht të gjitha këshillat kryesore të pjesëve të mëparshme, duke krijuar një rutinë që mund të mbahet afatgjatë. Java 1. Bazat e shëndetit fizik dhe ushqimit. Fokus në hidratim dhe dietë të shëndetshme. Ecje e shpejtë 20 minuta në mëngjes. Konsumimi i frutave dhe perimeve në çdo vakt. Shënimi i orarit të gjumit. Java 2. Aktiviteti fizik dhe energjia. 3 seanca të ushtrimeve me peshë ose rezistencë. Ushtrime fleksibiliteti dhe yoga 15 minuta pas çdo ushtrimi. Përfshirja 1 ore për hobi ose aktivitet social. Java 3. Shëndeti kognitiv dhe emocional. Sfidoni trurin me lojëra mendore, sudoku ose lexim intensiv. Praktikoni meditimin ose frymëmarrjen e thellë 10 minuta në ditë. Diskutoni për ndjenjat dhe emocione me një mik ose partner. Java 4. Përforcimi dhe integrimi i rutinës. Aktivitet fizik i kombinuar, kardio, forcë, fleksibilitet. Konsumimi i suplementeve sipas nevojës, vitamina D, omega 3, magnezium, B12. Shikimi i progresit, pesha, tensioni, energjia dhe gjumi. Planifikimi i javës tjetër dhe përshtatja e rutinës sipas nevojave. Ky udhëzues gradual ndihmon në formimin e zakoneve të qëndrueshme që ruajnë shëndetin fizik, emocional dhe social. 3. Strategjitë për mbajtjen e motivimit. Shumë meshkuj humbasin motivimin pas disa javësh për shkak të lodhjes, mungesës së rezultateve të menjëhershme ose rutinës monotone. Për ta shmangur këtë,
Vendosni qëllime të vogla dhe të matshme. Ecni 5.000 hapa në ditë, shtoni një vakt të shëndetshëm ose bëni 2 seanca ushtrimesh në javë. Monitoroni progresin, matni peshën, masën muskulore, nivelin e energjisë dhe humorin. Shpërblime të vogla, një libër, një shëtitje në natyrë ose një darkë të shëndetshme. Ndryshoni rutinën kur ndjeni monotoni. Ndryshoni aktivitetet fizike ose hobet për të mbajtur trurin dhe trupin aktiv. 4. Përfitimet e këtij plani 30 ditor. Pas 30 ditësh ndjekje e të rregullt të këtij plani, energjia dhe stamina do të rriten ndjeshëm. Pesha dhe masa trupore do të jenë më të qëndrueshme. Gjumi do të përmirësohet dhe do të reduktohet lodhja. Shëndeti mendor dhe emocional do të jetë më i fortë, me stres më të ulët. Marrëdhëniet sociale dhe intime do të përmirësohen përmes aktiviteteve të përbashkëta dhe komunikimit. 5. Përfundimi i pjesës 4. Rutina e përditshme dhe udhëzuesi praktik 30 ditor për meshkujt pas 50 vjeç është një kombinim i ushqimit të shëndetshëm, aktivitetit fizik, menaxhimit të stresit, marrëdhënieve sociale dhe planifikimit të jetës. Kur ndiqet rregullisht, ky plan transformon shëndetin fizik dhe emocional, duke siguruar një jetë aktive, të gjatë dhe të kënaqshme. Mosha 50 vjeç nuk është fundi, por një mundësi për të riaktivizuar trupin, mendjen dhe marrëdhëniet, duke krijuar bazën për dekadat e ardhshme me energji, vitalitet dhe shëndet të plot. Pjesa finale synon të kthejë të gjithë udhëzimet e mëparshme në një udhëzues praktik dhe vizual, që mund të ndiqet çdo ditë, duke e bërë përditshmërinë më të lehtë dhe më të strukturuar. 1. Kontroll lista ditore, aktivitet, përshkrimi, frekuenca, ushqimi i shëndetshëm, proteina, fibra, fruta, perimet, gjitha vakte, hidratimi 6, 8 gota ujë çdo ditë, ushtrimi fizik, kardio 20, 30 min, rezistencë 5 ditë vjavë, stretching, fleksibilitet, yoga ose stretching lehtë 5, 7 ditë vjavë, meditimi, frymëmarrja 10. 15 min çdo ditë, hobi, aktivitet mendor, lexim, lojra mendore, shkrim 4, 5 ditë vjavë, kontakti social, telefonat ose takim me miq. Familje 3, 4 ditë vjavë, gjumi cilësor 7. 8 orë gjumë çdo natë, kontrolli i stresit, shënim. Ndjenjash, reflektim çdo ditë, suplementet, nëse të nevojshme, vitamina D, omega 3, magnezium, B12 sipas udhëzimit të mjekut 2. Kontroll lista javore, aktivitet, përshkrimi, frekuenca javore, kontrolli peshës dhe masës trupore, matni peshën dhe bë një herë javë, kontrolli presionit të gjakut, matni tensionin dhe pulsin 1-2 herë javë, aktivitet më intensiv fizik, ushtrime më të gjata ose intervale 2-3 herë javë, angazhim social i planifikuar, shëtitje, drek ose aktivitet social 1-2 herë javë, kontrolli emocional, reflektim mbi ditët e javës dhe shënim, ndjenjash 1 herë javë, hobi, kryes projekte personale 1-2 herë javë. 3. Kontroll lista mujore, aktivitet, përshkrimi, frekuenca mujore, kontrolli mjekësor, analiza të zakonshme, tension, kolesterol, 5 herë muaj ose sipas rekomandimeve të mjekut, planifikimi financiar dhe personal, rishikimi qëllimeve dhe buxhetit 1 herë muaj, përforcimi i rutinës, shikoni progresin. Përshtatni aktivitetet 1 herë muaj, aktivitet stimuluese, i rieksploroni një aktivitet të ri ose hobi 1 herë muaj. 4. Udhëzues vizuali 30 ditëve. Java 1, fokus tek hidratimi, ushqimi i shëndetshëm dhe ecja 20-30 min çdo ditë. Java 2, shtoni 2-3 seanca me rezistencë dhe stretching të përditshëm. Java 3, fokus tek aktiviteti mendor, meditim dhe kontakt social. Java 4, përforcimi i rutinës dhe kontrolli i progresit. Përshtatni ushtrimet dhe ushqimin sipas rezultateve. Këshilla praktike. Mbani një ditar 30 ditor ku shënoni çdo ditë aktivitetet e kryera. Shënoni energjinë, humorin dhe gjumin për të parë përmirësimet gradualisht. Ndani objektiva të vogla dhe shpërbleni veten kur i arrini. 5. Përfitimet e kontroll listës dhe udhëzuesi 30 ditor. Shëndeti fizik, forcë, fleksibilitet, zemër dhe metabolizëm të mirë. Shëndeti mendor, reduktimi i stresit, kujtesë dhe fokus më i mirë. Marrëdhëniet, përforcimi i lidhjeve familjare dhe sociale. Shëndeti seksual, përmirësimi i energjisë dhe libidos. Planifikimi afatgjat, kontroll financiar, shëndetësor dhe personal. Ky udhëzues praktik transformon çdo ditë në një hap konkret drejt një jete më të gjatë, më të shëndetshme dhe më të kënaqshme. Përfundim final. Ky cikël 5 pjesësh për meshkujt pas 50 vjeç ofron një udhëzues të plot dhe praktik. Nga bazat e shëndetit fizik dhe mental, te strategjitë të avancuara, rutina e përditshme dhe udhëzuesi 30 ditor praktik.